Nuk po më sheh për emocionet që i kam. Të mësua vujtët e udhëtisë shqiptare të Kosovës. Gëzimi im në jetën time ka qenë kur kam veshur uniformën e udhëtisë shqiptare të Kosovës. Gëzimi i parë në jetën time, edhe pse kam fëmijë, kam familje. Gëzimi i dytë i jetës time është aty që të shoh ata që dalin nga Haga. A më na tregon për ku ka ardhur? Kam marrë për fshatin e Shëvan, komuna e Prishtinës. Kjo ardhur për Prishtinës, a kjo ardhur veçanërisht me pa parakalimin e FSK-s? Po, kam marrë, se nuk po më sheh për emocionet që i kam, se kam qenë pjesë e udhëtisë shqiptare të Kosovës. Por se sigurisë Kosovës është pasardhëse e udhëtisë shqiptare të Kosovës e mbrojtëse e shtetit të Kosovës. Po ç'është të kanë ushtë me lot kur folën për ushtar, po besoj që është emocion i veçantë kjo. Emocion i veçantë se i kam mësua vujtët e udhëtisë shqiptare të Kosovës. Pra ta e më emocione, jam i kënaqur dhe i gëzuar shumë. A vjen çdo vit me pa parakalimin e ushtarëve? Çdo vit, çdo moment i shikoj. Po besoj që është emocion i veçantë kur ti sheh, dhe sidomos avancimin që ka bërë FSK-ja ndër vite? Normal. Shisha, gëzimi im në jetën time ka qenë kur kam veshur uniformën e udhëtisë shqiptare të Kosovës. Gëzimi i parë në jetën time, edhe pse kam fëmijë, kam familje. Ai ka qenë gëzimi dhe mtëria më e madhe imja, që kam qenë gjendit të ndihmoj vendit të shërbej për atë sa kam pas mundësi. Gëzimi i dytë i jetës time është aty që të shoh ata që dalin nga Haga dhe kthehen në shtëpitë e tyre, në familjet e tyre, në vendin e vet, për çka kanë kontribuar, kanë luftuar dhe kanë dhënë gjithçka për këtë vend.